Territori shqiptar për datën 7 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht i kthjellët dhe me temperatura të larta për këtë periudhë. Vranësira kalimtare pritem vetëm në zonat malore në orët e pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në zonat bregdetare era mund të arrijë deri në 12 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 16 deri në 30 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 28 gradë, Peshkopi 14 deri në 27 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 30 gradë, Durrës 18 deri në 29 gradë, Kavaj 17 deri në 28 gradë, Elbasan 16 deri në 29 gradë Celsius, Berat 16 deri në 30 gradë, Korç 14 deri në 27 gradë, Vlorë 18 deri në 28 gradë Celsius, Gjirokastër 17 deri në 29 gradë, Sarandë 18 deri në 28 gradë Celsius.